Ai po e pranon vetë, po ai pas 3 vite thot çfarë kam bërë. Si po e pranon vetë, mo, sepse ka edhe prindër. Po ka një fëmia. A dini rasti ju që ka Fëmia ka një prind. Disa vende Dhe prandaj do t'ju lexoj këtë deklaratën sepse është e gjitha devijancë, ndërkohë janë mbështetur mbi prova klinike. Po prova klinike janë që njerëzit kanë ndryshuar mendje dhe kanë dashur të kthehen. Ku e ke? Disa vendet e Evropës ka plot më raste. Ja të Shqipëri konkret. Ja mo të them rastet e emrave, të them emra konkret njerëzish. Problemi qëndron që ngroti, qëndron, por edhe qëndron në këtë kontekst. Çfarë do t'i bësh adoleshenti kur të vej 20 vjeç sot niveli i njohjes për të vënë diagnozën që ky pacient nga ana psikiatrike e do vërtet të ndryshim. Do me thënë ka marrë të gjithë njohurinë e vlerësimin klinik. Në vlerësimin mjekësor. I ka kaluar në teste të instrumentale. Unë personalisht mendoj që duhet jetë mbi 20 vjeç. Tu e ke deri në 13.5. Unë personalisht. A e ke 13.5? A mund ta lexoj këtë? Se pacienti në qoftë se bëhet 9-18 vjeç, është vërtet që mund të ndryshojë mendjen. Po ka stile legjendare. Ja urdhëro. Se sindikohet. Urdhëro faqa 5, siç që thot, mund të ketë arsye bindse për të filluar trajtimin e hormoneve seksuale para moshës 16 vjeç. Deri në 14 vjeç. Pra, për trajtim të moshës 13.5 deri në 14 vjeç. Pastaja, shiko që a thot, a është e drejt kjo? A është këshu? Se ka përvojë minimale të publikuar për trajtimin e moshës. Tani, çfarë ka ndodhur me këta fëmijë që kanë marrë trajtime hormonale? A lejon të mitur, më fal. A lejon trajtime të mitur apo jo? Belioza tha që ka raste shumë vetvrasjesh. Ka më shumë raste vetvrasjesh kur ka ndryshuar Daloj zhvillimin e pubertetit. E kaluan shumë shpejt. Unë kam lexuar studimet. Edhe unë studim e certifikuara. Nuk po flas studimet gazetareske, A lejohet të trajtohen të mitur sipas këtij urdhri apo jo? Po apo jo? Si jo, po. Është protokolli. Protokolli thotë. E lejon protokolli, po s'duhet. Arsye brit po e lejon Po, se zonja tha jo, urdhëro. Sepse ka studiuar. Po ti lexojmë këtu njëherë, pastaj jo sepse e kam dëgjuar edhe zvend ministrin që e mbron publikisht që është vetëm për të rritur, është gënjeshtër. Shiko ç'a thot. Koha varet nga pjekuria njohëse e adoleshentit. Shiko ç'a thot. Koha varet nga pjekuria njohëse e adoleshentit dhe aftësia e tij për të pranuar efektet potencialisht të pakthyeshme të trajtimit. Vlerësimi kësaj është adoleshent, duke pasur, shi ç'a thotë, duhet gjithashtu të merren parasysh ndikimet e mundshme të vonesës së trajtimit në shëndetin dhe funksionimin social të fëmijës. Ore, e trajton për me protokoll fëmijët apo jo? Po është krimo, pra ajo që po them unë është, pra ky trajton me protokoll fëmijët deri në 14. Po e mohuan, pra e mohuan. Tani pyetja ishte, ky është 16 vjeç. Në gjerësi dhe në thellësi. Po 16 vjeç, ky kur të vej 20. Më le pra ta mbaroj pra se po e bëjmë si çorap të muhabet tash. Nuk ka diskutojmë çik. Po më për çorape jemi këtu në Paris bakur. Problemi nuk qëndron kjo, problemi qëndron. A ka më pak probleme Shqipëria sa të trajtoj këtë? Sepse ne në datën 20 të muajit ne s'kemi më analiza në urgjencë. Jam dakord me ty. Po e pra, tash duhet parë Ne jam dakord të gjithë edhe kameramanët. Është më kriminale. A kemi ne fonde në mjekësi që të trajtojmë këtë gjë, pa trajtuar kancerin, pa trajtuar dhe problemet tjera. E kam kuptuar.